Situata e krijuar nga moti i Mereshe Dendër Ashtiu në bashkinë e Kurbinit vjen tempetet problematike, edhe pse niveli i ujit është ulur në shumicën e zonave të përmbytura, pasojat janë të dukshme, sidomos në banesat në disa segmente rrugore të Mamurrasit dhe Milotit. Rryma ujit ka shkatru derë, ka shkatru çdo gjë. Shifi lëkurat që më ka bom, shifi. Argjendje katastrofike, o vllash, shifi lëkurat, shifi çka ka bom këtu. Ujit forca, shkul derën. Çfarë do tham tjetër? S'kam qa me thamë tjetër, më ka shkatru totalisht, shife derë, se i ka bon derë. Që? Që niveli ujt? Niveli ujt në borë ka qenë 1,20 m, qitu më pak më rrugë 3 metra, 2 metra gjysëm uj. Shife skafin, kam pru skafin për me kalu mi u pështu jetën e rrugëve se nuk gjeta mënyrë tjetër. Vroj magazinat që më ka bon, kam pas 150 lëkura vici mrenë, vroj që më ka bon me qa me lëtë. Shife magazinën e ministrit, që? E ka shkatru krejt, ashtë magazina me ministrë, s'kam qa me hyse, s'un hyse, veç me qa me lëtë. Sore, shife që ka bo ujti. Lije që ka marrë me veti, nuk më fëllë, fuqia naftë e gjana, budalisit, qas më ka marrë, bot helmi, shkatru. Niveli ujtit ka që du mzitar, e ka mush motorin mrejnë të lëtë, nuk më një levis, i ka mush motorat me uj. Si njani zitar, nuk më la tolerancë, nuk në la tolerancë, të urek me pështu na i lopë, me pështu na i viq, me pështu baktijet, se na kemi dyqan e mishi, të urek. Isha këtë dyqani Mamurra, se atje më ka bo katastrofë, më ka hynë dyqan të mishit në qytet të Mamurrasit 1 metër ujë. 1 metër ujë në qytetit. Shumë probleme, 70 cm ujë, edhe ka plas droja, edhe nga ka ardhë ujtë i mrapsh, se më ka presh gjysën e barit, ka presh një 70 kintal mistre e hime, edhe vishat i ka mujë shefen e vetë, lektor, edhe ka përmes edhe këtu këshpia, edhe parcelat atje, janë në ujë, edhe janë gjatë një fjallë se s'bëjnë ma, se s'ka ka i kujti. Qa të bëjmë në asjarë më shurë, kërëm njën prej bashkis, i kanalizim 120 metra ashtu me nga bështu. Kënë të përmet çdo vit, kena bo thirrje, kërkëm pa për shtetit, njëm. Rreshti nësive kanë shkaktuar situatë të rënduar dhe në bashkinë Mirdit, 2 fshatra janë bllokuar plotësisht nga rreshitet e dheut në fan, ka dëmtime të disa urave dhe përpasoj fshatet Shëngjin dhe Klos mbeten të izoluar. Situata është poaq e vështirë edhe në rrugën kryesore që lidh zonën me Lurën, e cila është e bllokuar, por dëmtimet e rrugëve janë dhe në njësitë Orosh dhe Kaqinar. Në njësinë administrative Rreshen është shembur ura që lidh fshatin Njizull me rrugën kryesore, duke bërë të pamundur komunikimin në këtë aks. Strukturat bashkëkën e 3 bashkitë të qarkut po vijnë punën me grupet e posaçme dhe mjet të rënda për largimin e inerteve dhe hapjen e aksit të bllokuara me qëllim normalizimin sa më shpejt e situatës. Autoritetet paralajmërojnë se rreziku mbetet i pranishëm për shkak të terrenit të lagësht dhe mundësisë së rreshite të tjera.